mua kur më ka thënë, a mundesh me një kredi për mua? E kom pyetur pse. Dhe më ka thënë, kjo është shumë. Dhe më ka thënë për shtëpi. Dokuar disa gjëra të tij, çka po di unë shka. Unë shku në Raiffeisen, unë ke kumbo, më ka aprovu kredia dhe ja kom ofru. Unë realisht kam qenë në shtëpi. Kur keni kuptuar për rastin e vrasjes? Unë kam qenë në shtëpi, po tash të aty kam ofruar edhe tezit më. A kam qenë në shtëpinë e saj. Unë Do të kam qenë duke lutur karta apo letra me të zajkat e mia në shtëpi. Më ka thirrë Flori dhe më ka pyetur ai tipar gazetat se çka ka ndodhur. kush? Flori shoku Flori? që ka qenë dëshmitar këtu. Flori, dëshmitari që ka qenë këtu? Edhe ekipar gazeta që çka ka ndodhur. Unë realisht aty kam qenë si pjesëtar i forcës sigurisë së nga dëshmëri pasi që ke bërë sulmin bonds. Tash pas ka ndodhur diçka. Pasi që më paton Flori e pa gazetat. Unë si pjesëtar i FSK-s Patjetër. dhe aty mua më ka shkuar mendja. E kom pa se është grabitje. Se ashtu është, Po, ashtu është dalë në fillim. po, kur i kam parë Që është grabitje, u grabit Naimi. gazetat dhe aty shkruan të që është grabitur Naimi. Po, si pas gazetës që kanë. Dhe unë e kam provuar të thirrë Naimin në telefon, por nuk i ka dalë nalë telefoni. Nuk ka mujtë me kontaktu. Pas ndoshta 20 minuta apo 30, po del vrasja. Nuk dojna. Me si doj Si dojte Po, Naimi. si doj të Naimi. Po, dhe kemi qëndruar bashkë me familjen Ademaj, derisa është dalër prej stacionit policisë Naimi. Me atë natë me Naimin në hotel. Kur ka dalë Naimi për stacionit, ka dalër bashkë me Valën Luka. Dhe pasi që u dalë Naimi për stacionit, normal që e ngushtu familja Ademaj, na. Dhe Valën Luka tha, apo Dhe rrën, të pak. Ka dorë bashkë. pasi që familja Ademaj morën fëmijët e Naimit, dhe qirët hypë në përkema për nuk hypë në shtëpi. Valën Luka tha, për rrën dikush sonte me ta, se unë nuk mujë me qënduar gjatë. Na ka shoqëruar Valën Luka në hotelin Sfes Diamant. Shkuar në Sfes, Naimi i tha Valën Luka se nuk kam asgjë me vete. Dhe Valën Luka e ka paguar dhomën e hotelit, siç kemi qëndruar në dhomë. E ka paguar dhomën e hotelit ku keni qëndruar me Naimin, apo? Po, e ka paguar Valën Luka. Unë nuk kam Nuk kushte. kam kushte me paguar dhoma hoteleve luksuze. Ka shku në dhomë, kemi qëndruar unë e Naimi, ka qëndruar Valën Luka gjatë aty. Disa ka qenë valurë. Nuk më kujtohet që kemi biseduar diçka. Rreth kësaj gjëje dhe sa ai dhoma ishte më madhe, i valori me Naimin ka ndajt më shumë, se unë isha më. Por nuk i kam besuar diçka dhe veçantë të folë. Nuk më kujtohet të çfarë parashtruar pyetjen. A mund të një pyetjen avokat? A keni biseduar? Po, keni biseduar lidhur me rastin, dhe çfarë keni biseduar në mes veti? Në momentin që kemi hyrë në dhomë, Naimi më është drejtuar me fjalët. Apo këtu isha, e kreva këtë punë. Këtë punë mbyllet kryesë. Dhe unë jam shokuar më një herë. Dhe i kam thënë, nuk dua të di asgjë më shumë lidhur me këtë. Ki vazhdu një pyetje tjetër, që ju kanë një që kanë pastaj po atë granitje me ka thirrë që të shkojnë në klub. Avokat, për mos me nga. Më kanë thonë pas sa ku morë për asyë që i këmë tonë që s'më interesën, as mos më puj, mos më folë për kësi gjarëm, as nuk ka interesu. Du me granitin. Pas kësaj ngjarje, a jeni takuar me Apo Naimin? sa i kanë në imi dhoma, du me granitin, a kujtohet, nëse eventualisht. Dhe nëse gjatë kohës sa keni qëndruar me granitin në dhomë, a keni biseduar Apo në një tjetër kam fjalës, është me zi. me Naimin në dhomë? Apo Sa kom qëndruar në domë alternat, mua me kujtohet që granitin më ka ftuar, më ka shkru që apo jenë në letë në diskotekë në Prishtinë. sa kanë qenë duke qëndruar me Duke Naimin në qëndruar, dhomë, po, në domë, dhe edhe Valën Luka aty ka qenë, jenë në diskotekën e letë. Ku? letë, diskotekën e letë, Letë në Prishtinë. diskotekën e letë në Prishtinë. Prishtinë. Dhe unë i kam thonë jo, Kom thonë jo se kom rast, nuk mund të kaq.